U kthejmë në studio për të folur në lidhje me tregun e lirë, sfidat që do të kenë bizneset në Kosovë, medalja në treg të lirë. Me mua në studio është Albin Kastrati, inxhinieri energjisë së ripërtërishme. Faleminderit shumë që pranove që ti jesh pjesë e Infodesë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Albin, po flasim këto ditë për energjinë e ripërtërishme mirë, po asnjëherë nuk po dihet bashkësakt se çfarë do të thotë energjia e ripërtërishme, edhe po du më ndalë specifikisht tek tregu i lirë. Çka do të thotë treg i lirë? Atëherë, në kushte normale, tregu i lirë na kishte udhëheqën drejt një tregu me çmime shumë të favorshme për furnizim me energji elektrike. Po problemi është që në Kosovë akoma nuk i kemi plotësuar disa kritere teknike edhe kritere ligjore për me i përbollën bizneset tona me tregun e lirë. Duhet me marrë parasysh se kjo ligj votua në vitin 2016, edhe pre vitit 2016, ku kanë vendosën kompania si Shartsemi dhe Feronikli me dolën treg lirë, ky ligj ka ndajtën në sirtarët e qeverisë edhe nuk ka pas kurrë për konkretizim. Ka pasën paralajmërime se ky ligj do të hyrë në fuqi, por kur nuk ka qenë konkret. Sipas opinionit tem, gabimi i qeverisë ka qenë që u dashte me ndërmarrë hapa për me konkretizue këtë ligj, edhe me i tregue spaku 2 vite më herët kompanive që kanë me dalë në treg lirë që shikoni, ju keni me dalë në treg lirë, përgatitni burimet njerëzore, përgatitni stafin që ka më marrë me tregun e lirë, edhe gjithashtu mundoni me gjetën edhe alternativat e tjera të furnizimit, siç janë edhe burimet e ripërtërishme, në mënyrë që energjia e morë prej rrjetit ose prej tregut lirë më konën sa më e vogël edhe më konën me çmime sa më të favorshme. Gjithashtu, u dashte me i përgatitur ose me lidhën marrëveshje me disa kompani furnizuese që janë serioze, për shembull në Kosovë janë të licencuar 19 kompani që kanë drejt më marrën me tregtimin e energjisë, po prej tyre po për tregtimin kompani serioze që i ka kapacitetet, i ka mjetet financiare për me e tregtue energjinë elektrike, për momentin në Kosovë është veç Kesko, që na ka quhet drejt një farë, muj me thonë një farë monopoli, për atë arsye se shumica e kompanive që tash kanë lypën oferta prej qytyne kompanive të licencume, po përgjigje kanë marrën vetëm prej Keskos. Po problemi i përgjigjes së Keskos ka qenë se çmimi që ju ka ofertuar për furnizim me energji elektrike është dikon 3 deri në 6 fish më i madh se që e kanë pasur deri më tani, edhe nuk janë këto tarifat fikse që i kemi na tarifat tradicionale ditë dhe natë, po është një tarifë fikse për ditë dhe natë me çmim të njëjtë të furnizimit të energjisë elektrike. Që vjen asnjëherë rrymën lirë nuk e kanë. Po. Edhe shumica kompanive ditëve të fundit ju më takua me shumë biznesmen që tani më kanë dalur në tregun e lirë, edhe shumica prej tyre kanë thënë se unë kam qenë prodhues, edhe si prodhues kam punuar me 3 ndrrime. Shkoku i ndërrimit të tretë ka qenë Leverdia me punue me këto tarifat e lira që kanë qenë të natës. Por tani më që nuk e kam këtë Leverdi, atëherë unë nuk kam llogari ndoshta me prodhue edhe gjatë natës, edhe për atë arsye kjo mendoj që mund me udhëheqën drejt humbjes së punës për shumë punëtor edhe shumë edhe humbje të ardhurat të shumë familjeve në Kosovë. Për shkak se jemi të folën për 1% bizneseve që ju ndalën në treg lirë, ku janë afërsisht 1300 kompani, po këto 1300 kompani i kanë afërsisht 330.000 deri në 340.000 punëtor, do me thonë i mojnë 340.000 familje, edhe e mbushin për afërsisht 48% orkën e shtetit me tatime të paguara në ATK. Pra po flasim edhe për 1% të tyre. Po. Është pjesa tjetër që edhe më shumë kontribon në arkën e shtetit. Po, por ta kuptojmë thjesht, janë 1300 kompani gjigante që mesatarisht i kanë mbi 50 punëtor, pasi kriteri për me dalë në treg lirë ka qenë mbi 10 milion euro qarkullime në vetë, ose mbi 50 punëtor. Do me thonë, secila nga këto kompani i ka mbi 50 punëtor, edhe ka qarkullim të madh vjetor që kur ta morën me kështu, ky 1%, gati gjysmën e tatimit që e grumbullon shteti, e kontribuojnë vetëm këto 1300 kompani.
Mirë, po pse nuk po mirën parasysh kërkesat e bizneseve? Dje patëm edhe një protest të organizuar nga ana e bizneseve. Ato po thënë haptas që nuk janë të gatshme të dalin në një treg të lirë. Pra nuk është mirë kërkush me përgatitjet se çysh duhet me dalë në treg të lirë. Hapa të cilat ti vetë se na i bane me dije se çka është dashur që të mirën. Shumë kompani e kanë edhe mos diturinë e tyre se çysh duhet me shku deri në hapat e duhura që të mos ketë edhe gabime gjatë kësaj rruge. Ju edhe vetë jeni mirë me këto çështje, me qenë se para përkish më tregova se shumë biznese kanë kërkuar edhe ndihmën nga ti që qysh me ju qas këtij problemi. Atëherë, një ndër problemet kryesore ka qenë edhe përgatitja stafit kualifikuar për mu marrë me këtë punë. A kemi mjaftu shumë njerëz të kualifikuar që do të merren me këtë çështje? Po, duke marrë parasysh që fiks para 2 muaje, Kryeministri i Kosovës e ka bërë përorimin e një drejtimi të ri në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike për elektroenergjetikë dhe ekonomi energjetike, i bie që ne nuk kemi pasur deri më tani staf të kualifikuar për këtë punë, pasi tregu i lirë është diçka shumë komplekse edhe du të me pasën dikën të përgatitur shumë mirë edhe në aspektin teknik, inxhinierik të fushës, po edhe në aspektin ekonomik. Për momentin shumica kompanive kanë marrë, po dojnë me punësu ekspertat jashtë, do me thonë ekspertat që na vinë nga jashtë, ose e dyta janë të dashtën disa ekonomistat që i kanë punësue, me i dërguë edhe me i trajnue jashtë shtetit se si bëhet tregtia në treg të lirë. E gjithë kjo kosto plus për krejt bizneset kosovare? Pas që është kosto shtesë, një problem tjetër që kisha dash me cek është edhe mangësia ligjore, edhe në qoftë se ne dojna më u pavarësue prej rrjetit kecit të zojna, ose tregut lirë. E vetë një mundësi është me gjetën burime alternative të energjisë elektrike, si që janë burime solare ose burimet e erës, që mujë me u vendosën në Kosovë. Problemi kryesor është mangësia ligjore është se shteti me ligj, për shembull, nuk guxon me instalu kapacitete më të mëdha se 100 kW pek panele, ku 100 kW pek panele në Kosovë, brenda një viti mujë me t'i prodhuhet dikon deri 140.000 kW, ku për shumicën e këtyre firmave që jena të bisedu të tashte, 140.000 kW janë fatura që faturon brenda ndoshta një muje. Propozimi jam kishë qenë se këto firma që janë dollë tani më në treg të lirë, mos mju kufizue sasia e instalimit të sistemeve solare në qatit e tyre, po që ka mund mju kufizue është injektimi në rjetë. Pasi që frika ekziston se çka nëse kena prodhim shumë, po nuk kena kërkesë, nuk kena harxhues ku kena me çu këtë energji elektrike. Sot jena të jetu në shekullin e 21, ku gjithçka është teknologji smart, edhe tani më inverterët e kanë të aplikuar edhe inteligjencën artificiale brenda tyre, ku janë të vetëdijshëm dhe mundemi që ta limitojmë energjinë që mund të injektohet në rrjet. Dhe pjesa tjetër mund të shkarkohet përmes toksimit në tokë, edhe nuk është e rrezikshme. A është më pak e kushtueshme energjia solare se sa ajo që merr deri tani se që ne kemi shpenzuar ne energjinë elektrike? Energjia solare brenda këtyre 2 viteve, çmimet për energji solare kanë rënë drastikisht, domethënë për instalimin e energjisë solare. Këto çmime e kanë bërë energjinë solare shumë konkurrente, edhe me disa raste edhe më të lirë se edhe vetë energjia që prodhohet përmes burimeve konvencionale si gazi, qymyri apo nafta. Kjo na ka udhëheqën drejt një tregu pak më të favorshëm. Problemi i dytë që ekziston për tregun e lirë është, e kum gjetën furnitore, ndoshta furnitori është sloven, është austriak, po tash të qysh me prua qatë energji elektrike pe qati furnitori deri në Republikën e Kosovës. Republika Kosovës me shtetet fqinje lidhet përmes linjave të transmisionit të tensionit të lartë. Me Serbien edhe me Shqipërien lidhet përmes linjës e interkoneksionit 400 kV që është linja ma e madhe që mund me bëhe transportin e energjisë elektrike me kapacitete shumë të larta, po të njëjtën kohë mund me kryet në mënyrë shumë eficiente, do me thonë me humbje shumë të vogla në rrjetin e transmisionit. Kurse me Molin e Zi edhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut,
jemi të lidhur me linjat e interkoneksionit të 110 kV, që janë linja pak më të vogla se këto të 400-shet. Problemi ekziston kështu. Qeveria së pari është dashur që të bëj marrëveshje së pari ta rregulloj përmes Brukselit çështje me Serbinë, pasi në vitin 2020 kosti është pavarësuar nga tregu i energjisë së Serbisë dhe kemi marrë pavarësinë energjetike prej Serbisë. Po të njëjtën kohë kjo pavarësi energjetike na ka kushtuar se ne Serbian, edhe pse kemi një linjë shumë të favorshme, nuk mujmë me e përdorëm për shkak se Serbia kosti nuk e njeh akoma si distributor zyrtar të një shteti. Për këtë arsye, linja me Serbian është shumë e pafavorshme, për arsye se Serbia nuk na jep neve garancione për me e bërë rrymën përmes linjës së saj të transmisionit. Pra, mund shkaktoj probleme ndryshme vetëm pse ajo dëshiron, pra përmes linjës të tranzicionit mund të shkaktoj dëme. Po, e para, e dyta, për me pas qasje në tregun hungarez, në tregun austriak, në bursën hungareze, në bursën austriake, në bursën bullgare, në bursën greke, pezomit, që ofrojnë çmime shumë të favorshme të energjisë elektrike, tregtia e energjisë bëhet kështu. Nëse e zoj operatorin e zojna në Austri, ne do të me bashkëpunue me të gjitha shtetet prej Austrijës deri në Kosovë, edhe me i paguet disa garancione që ne në pikat kufitare, do me thonë na sigurohet që në një orë të caktume, në atë orë kanë me ecë për shembull 50 MW përmes asaj linje kufitare të sistemit të transmisionit të energjisë. Sa më shumë shtete që kalon që kjo energji, aq më e madhe është kosto që duhet të paguhet për ardhjen deri te konsumatori fundor. Kosto e transmisionit është një kosto e veçantë. Në shumicën e rasteve, në disa takime të mia, bashkë me ekspertë të kësaj fushë edhe të zërejës, thonë se ne mujmë me lidhën për shembull kontratë furnizimi edhe me Kekun. Keku e ka një marrëveshje me Keskon që është si ekskluzivitet që i jepet Keskos. E gjithë kërkesa e Keskos do të mbulu prej Kekut, me gjithë kapacitetet e mundshme që Keku i ka. Shembull, nëse Kesko i kërkon 700 MW, Keku është i prodhue 701 MW, shembull për zonë. Ato 700 MW Keku është i detyruar me marrëveshje me jashtë Keskos, kurse ai 1 MW që ka mbeten, ai është i lirë për shembull për me shit në tregun e lirë vetë si kompani e distribuimit, si korporat që është edhe vetë Keku. A mundet me mbulu ndaj nevojë, ndaj bizneseve të caktume kjo 1% që i Keku? Po tani për tani shumica këtyre kompanive që kanë dalë në treg lirë, ligjërisht Keku është e ka për detyrë me i marrën për mi vete edhe për një periudhë 3 mujore për derisa ta gjejë një furnizues të ri me ambulu të gjitha nevojat për energji elektrike. Por pas 3 muaje, nëse këto kompani nuk e kanë gjetë një distributor tjetër, atëherë Keku janë ndërprerën furnizimin me energji elektrike. A është i gatshëm vetë Keku që t'ju dalë balë këtyre ligjeve që e obligojnë ata që t'i dalë për balë kompanive të ndryshme që t'i furnizojnë me energji elektrike? Po tani Keku jashet Kecit energjinë elektrike me çmim për 30 deri në 32 euro për megawatt. Po kjo është kosto e prodhimit. Kurse te konsumatori fundor, ky kilovat ose ky megawatt vjen me çmim për shembull 78 deri në 150 euro, varet në cilin grup tarifor i je. Tashti, kjo kosto shtesë prej 32 euro në 150 euro është kosto për përdorimin e sistemit të transmisionit për me ardhur deri te konsumatori fundor. Në qoftë se edhe Keku kish dalën për shembull si kompani prodhuese edhe distribuive, atëherë që këtë 32 euro për megawatt nuk ish më 32 euro, po kish ardhur me çmim 150 euro, për arsye se do të më përdorën një rrjet për me ardhur deri te konsumatori fundor, e ajo ka kosto. Po të njëjtën kohë, nëse tregtohet energjia prej jashtë,
për shkak të kapaciteteve të vogla që i kemi me shtetet fqinje pezome, ma mirë kishtë qenë me ardhen pe Austrijës ka moli zhjela me orë në Kosovë, se me orë pe Austrijës e për shkak të infrastrukturës që nuk e kemi me moli në zi me kalu ka Shqipëria, e përsëri e tani me orë në Kosovë, pasi kjo shoqërohet me humbje në rrjetin e tensionit lartë, edhe e dyta me kost të shtesë, se cilin shtet që e kalon qaj megawatt, do të me pagua operatorin për me në pikat kufitare për me ardhën deri në Kosovë, gjatë që e bën rritjen e çmimit të energjisë. Nëse e shikojmë fare thjesht, në kore reale, nëse përcjell me bursën e shqiptare Alpexin dhe bursën serbe pezojmë Sepexin, për orë të njëjtë, çmimi për shembull në bursën e Serbisë është 112 euro për megawatt, kurse në bursën e shqiptare është pezojmë 132 deri 140 euro për megawatt. Shkaku i këtyre kostave që paguhen në kalimet kufitare. Alin, diçka që dua të di është se shumë biznese po mundohen të gjejnë alternativa se qysh me kalu këtë fazën e tregut të lirë, energjia solare në Kosovë. Sa ka kapacitet që Kosova të ketë energji solare? A kemi diell të mjaftueshëm i cili do të ofronte më shumë energji në vendin tonë? Atëherë, Kosova i ka ofër 2000 orë me diell në vetë, që e bojnë shumë të favorshme investimin në energji solare. 1 kilowatt i montuar i energji solare në qatin e juaj, i prodhon mesatëresht 1200 deri 1400 kW në vetë. Une qatit e shtëpive i konsideroj si minirat pashtershme të energjisë elektrike për ata që din me i shfryzue. Energjia solare tani më i ka kostot shumë të lira edhe shumë të favorshme në treg, po të njëjtën kohë tani ka edhe garancion në prodhim, edhe ka garancione me vite, deri në 30 vite një sistem solar që i garantohet operimi, edhe për këto 30 vite në qovë se mirët parasysh çmimi investuar në energji solare, edhe sa kilovat kemi marrë prej ati sistemi, mund të asheni fare thjesht se këto çmime mund me qenë prej 2 euro megavate deri maksimumi në 8 euro megavate, që është gati 6 fish ma lirë se kosto e prodhimit për shembull të 1 megavati me qymër që e bën për shembull vetë Keku. Altin, më saksisht që t'jemi më të qartë për gjithë shikuesit tanë, nëse ti ke pagu një faktur prej 150 euro për shembull energji elektrike në muaj, ose 100 euro po themi, kështu se shumica e qytetarëve e kanë këto kosto të shpenzimeve kohë të fundit. Sa pagun nëse e merr energjinë përmes rrjeteve solare? Tashtë prodhimi solar është variabel. Çka do me thonë kjo? Në janar, për shkak se dita është shumë e shkurtër dhe rrezatimi është pak më i vogël se që është verës, atëherë prodhimi është pak më i vogël, edhe për atë arsye, për shembull fatura energjisë elektrike në janar reduktohet ndoshta me 15 deri 20%. Kurse verës kur është prodhimi më i madh shumë herë, prodhimi është më i madh se edhe vetë konsumi, atëherë kjo faturë mund me u reduktuar deri në 90%. Po çka ekziston një mundësi tjetër është tregtimi i energjisë solare edhe lidhja asaj me rrjetin e kecit. Pa do më thonë, ti nëse ke një energji solare në shtëpinë ta, nëse ke prodhu rry ma shumë se që duhet, mund t'ja sheshës kecit, apo? Po. Kjo çmim tani për tani është ofër 3.54 centi për kilowatt, do me thonë për çdo kilowatt që injektohet në rrjet, fatura jote ullet për 3.54 cent në fund të muajit. Kjo e bën shumë të favorshme në disa analizat e mia që i kam bërë, do me thonë edhe planet që ja bëj çdo konsumatori, ja bëj një projekt solar për çatinë dhe shtëpinë e tij në bazë të konsumit të tij. Periudha kthimit kapitalit zgjat prej 5 deri në 7 vite maksimumin, varet prej konsumit. Sa më i madh është konsumi, çaq më e madh është leverdia për investim në sisteme solare. A ka kërkesa kohëve të fundit në Kosovë që të furnizohen me energji solare, meqense po ka kaq shumë paknatësi nga ana e furnizimit me energji elektrike? Këto 2 vitet e fundit për shkak edhe subvencionimit prej vetë anës shtetit, po për shkak edhe të edukimit të popullit tonë, se tani populli jonë ka fillu me kuptu se çka është energjia solare dhe benefitet që i ka ajo,
e kam bue një rritje të madhe të interesimit qufë prej biznesë edhe prej konsumatorë, gjithashtu edhe prej konsumatorëve shtëpiak, që me investua në energji solare. Pasi që energjia solare është jo vetëm një zgjidhje, por është zgjidhja më e mirë për të ardhmen, për shkak se përpos që na udhëheq drejt një ambienti më të gjelbër, është një thonje që e thëmë shpesh, nëse nuk mundesh me mbjell 8 dronjë në muaj, 8 pemë në muaj, atëherë bëno ai shkaktore që mos më prej 8 pemë në muaj. Edhe e dyta është që në udhëheq drejt një tregu të decentralizuar të energjisë elektrike. Nuk do me thonën paçorën që se bjen një blok i kekut, atëherë na mu përbol me reduktime. Se në qëse si cila shpi edhe si cili biznes i ka energjinë solare, na i kemi kapacitetet mjaftueshme që edhe në qëse bjen një blok i kekut, gjatë ditës do me thonë sa prodhohet energjia solare, nuk ka me qenë problema na si popull mos mu përbol me këto reduktime. Edhe na udhëheq drejt një pavarësie energjetike. Mos me ble energji prej 30 jashme e para, edhe e dyta një stabilitet energjetik. Stabiliteti energjetik është baza e një mirëqenie sociale. Altin, unë faleminderit shumë që shpalosëm e neve të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me energjinë elektrike, dalin në treg të lirë dhe mënyrës më të lehtë se qysh qytetarët e vendit të përballen me këto kriza në vende, posaçërisht për energjinë solare, e cila nuk është edhe shumë e njohur në vendin tonë. Faleminderit shumë për ftesën. E neve të ndëruar shikues, për mbyllim këtë emision e deri në emisionin e radhës, mirë mbëjtje.